Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar sekretarin e infrastrukturës dhe energjisë Rako Paja. Përshëndetje zoti sekretar dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit të ftesën. Zoti sekretar, nga statistikat e fundit që janë bërë në Shqipëri, sa banor ka dhe sa metër katror ka? Faleminderit për këtë pyetje, e cila ka shumë domethënie për qytetarët shqiptar. Shqipëria shtrihet në një sipërfaqe prej 28.748 metra katror, me një popullsi nga janari 2025-ës 2.363.000. Këta banor janë sot në Shqipëri, nga 3 milion e gjysmë që ishte, apo 3 milion e 800 përpara, 2025 është me 2.363.000. Zoti sekretar, çfarë u garanton shqiptarëve për energjinë dhe ujin? Një pyetje shumë e rëndësishme për shqiptarët dhe qytetet tona të Shqipërisë, garantimi i bazës. Jetesa fillon nga energjia dhe uji. Ne do garantojmë për qytetarët tanë 24 orë drita dhe 24 orë ujë. Por këto nuk do garantohen vetëm me fjalë, por do garantohen me projekte konkrete. Qeveria që po vjen do marrë masa për çdo qytet. Do filloj me çdo qytet. Ta garantoj me energji, ta garantoj dhe me ujë, me projekte të dedikuara për qytetin. Po për zonë naturale? Patjetër. Qyteti do ketë të përfshirë edhe fshatrat. Do jenë të përfshira të garantohen me ujë dhe me energji për 24 orë. Shqipëria shtrihet në një vend spektakolar. E kam thënë edhe përpara, ku prodhimi i energjisë bëhet në shumë mënyra. Ishte e pamenduar që të prodhohesh energji nga dielli në 2013 dhe 2014 në zonja gazetare. Por sot është fakt dhe qeverit krenohen me këtë pjesë kur nuk e besonin në kohën kur ne e sodhëm në Shqipëri. Qytetarët shqiptarë ta dinë. Energjia fotovoltaike ka ardhur sigur themeli nga unë, personalisht, nga Rako Paja. Por mendoni pa pushtet. Unë do punoj për ju, qytetarë shqiptarë, për të siguruar ujë, drita dhe jo përmbytje. Por të punojmë me programe, me projekte, për të çuar Shqipërinë aty ku duhet, në maja. Në bazë të banorëve që kanë qytetet e vendit tonë, sa energji u garanton? Zonja gazetare, po t'je marrë qytetet me radhë, kanë qytetet mëdha, kanë një popullat rreth 800.000, për shembull Tirana 900.000, Durrësi më pak dhe qytetet me radhë që janë të shpërndara. Ne do garantojmë për të gjithë qytetarët e Shqipërisë energji dhe ujë 24 orë. Ne nuk do ndajmë asnjë qytet, por qytetet do garantohen 100% 24 orë drita, 24 orë ujë, me projekte paralel, që do të thotë. Të marrim rastin e Vlorës, ku Vlora qytet turistik fantastike. Ndaj ti pa ujë më shumë se një javë. Ju i në ndjeni, besoj. Ky është moment fatal. Dhe nuk duhet të ndodhë. Prandaj është qeverisja. Qeverisja merr masa. Qeverisja merr masa. Duke marrë masa, çdo defekt është teknik, i zgjidhshëm me njëherë, brenda 24 orëve. Qeveria do ketë kushte dhe kontrata me çdo drejtor, nën drejtora, kushdo qoftë ai, për të garantuar qytetarët me ujë dhe drita. Po si garantojmë këto? Duke marrë masa, duke patur sistem kontrolli. Ne këtu s'kemi sistem kontrolli, zonja gazetare. Këtu sot nuk e merr vesh i pari të dytin. Jo. Do ndodhin projektet reale të kontrolluara dhe
popullata të ketë ujë dhe drita. Gjërat minimale që do njeriu për të jetuar. Dhe këtu Shqipëri ka falur Zoti. A keni ndonjë projekt për njerëzit me aftësi të kufizuar? Të falenderoj për këtë pyetje gazetare, është një pyetje shumë e rëndësishme për këta njerëz me aftësi të kufizuar. Ne do dedikojmë projekte enkas për ta. Që do të thotë, do kërkojmë të dhenat se sa persona janë me këta aftësi. 4.000, 5.000, një shumë, një numër që është statik. Do e marrim këtë numër dhe për këtë numër ne do të dedikojmë projektet për këta. Të mos paguajnë energjinë, të mos paguajnë ujin, por të garantojmë dhe një shport 200.000 lekë në muaj. Kjo të garantohet nga projekti që do ndërtojmë. Ne, si shtet. Shteti, prandaj do të marrë masa. Por këtë nivel kategorisht. Për komunitetin rom, a keni diçka? Besoj se është e njëjta strategji që do ndjekim, patjetër dhe për ta, do ketë projekte dedikuar edhe për ta. Do kemi projekte të ndara dhe do dalin me plan të garantuar. Do themi 10.000 persona rom, më falni për numrin të dashur qytetarë, se nuk e kam marrë si numër, se mund ta merrja, por po e marrë si shembull. Dhe do themi kaq janë rom dhe u duhet kaq energji. Si do ta bëjmë? Për shembull, do thonë tjerë fjalë të bukura mund të thotë çdo kush, jo, nuk kemi fjalë, ne kemi vepra. Ne kemi vepra se sot në Shqipëri kemi ndërtuar më shumë se 500 projekte. Por të ndërtojmë projekte për kategori të caktuar është vlerë. Është vlerë që këtë kategori të pambrojtur ta garantojmë të jetojë një jetë shumë të mirë. Ne do adresojmë projekte për këta, të cilat do të themi që e zem që një familje harxhon 10 kW. Një familje ka 4 apo 10 antarë. Na duhet një projekt 5 mega. Shteti do marrë masa të ndërtoj këtë projekt 5 mega enkas për komunitetin rom, i cili nuk do jetë barë e qytetarëve, por do jetë zgjidhja e shtetit. Një shtet që do punoj për popullatën e vet, ka zgjidhje. Dhe dëshira jone është të punojmë për këtë popullat dhe gjej rastin, faleminderit dhe personave kompetent për vlerësimin tim në këtë detyrë të re. Zoti sekretar, a keni menduar ju një projekt për ujin e pishëm, kanalizimin dhe trajtimin e mbetjeve? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, zonja gazetare, është një pyetje që vlen për të diskutuar me ditë të tëra. Por unë do të them diçka shumë shpejt, shumë shkurt. Për çdo qytet ne do kemi plan rezerv ujësiasi. Nuk na kushton asgjë. Ujin e kemi pa lek. Ka falur Zoti. Është ajo që fola dhe më parë, që duke patur planin rezerv, ti ke defekt tek një linjë, linja tjetër është okay. Atëherë, ty nuk të duhet as 24 orë të kesh ujë, por e ke më pak. Brenda 8 orëve. Çdo defekt do jetë kusht të zgjidhet brenda 8 orëve. Me këtë mënyrë zgjidhet, duke dhënë zgjidhje reale teknike. Se ta zgjidhë se jam unë, kjo nuk zgjidhet. Zgjidhet me projekte reale, duke projektuar dhe duke patur vizionin e qartë. Po vizioni i qartë vjen duke marrë qytetet me radhë dhe duke marrë të gjithë kryetarët e bashkisë në një mbledhje të posaçme, një nga një. Për shembull, marrim bashkinë, këtë dua shtim të thuaj një emër bashkisë me radhë dhe marrim edhe pyesim them zotëri. Çfarë mendon për qytetin tënd? Se ai e di, është vendori, i di të gjitha gjërat. S'kam ujë, s'kam drita, s'kam të. Bën një detaj të gjithë. I merr të gjitha bashkitë me radhë, i jap me një mbledhje të suksesshme që mund të bësh, ti nxorë të gjitha problematikat e Shqipërisë. Dhe këto zgjidhen duke dhënë vendime të posaçme. I krijon mundësitë
çdo bashkie për ujin, për dritat, dhe kështu që popullata është e lumtur. Çfarë dëmesh solli përmbytja në shumë qytete të vendit dhe a mund të evituar kjo situatë që më bëjnë sot? Më vjen keq se faktikisht dëmet që janë krijuar në qytetet shqiptare janë të pallogaritshme. Shumë. Janë shumë të mëdha. Janë shumë të mëdha dhe vjen nga thashë themet të partive me radhë. Unë nuk merrem me partia s'kam. Po jo kishte fajin njëra, apo kishte tjetra. Jo. Faj gjithmonë ngelet jetim. Por ata që pakojnë është popullata. Popullata duhet të marrë zgjidhje nga një qeveri reale. Përmbytjet që të mos ndodhin, përmbytjet duhet të marrësh baza. Ne hapi parë që do bëjmë për Durrësin për shembull, që është përmbytur. Që unë vidhe nga dhe. Qyteti më problematik sot. Po. Pastrimi i kanaleve. Një herë në 2-3 muaj të detyruar dhe po që diell të pastrohen kanalet, jo kur bie shi. Të detyruara kanalet të pastrohen. Të detyruara të prishen objektet nëse ka mbi kanal. Nuk duhet të ketë. Se a ka gjë pas zgjidhje? Jo, them jo. Po, ka persona që nuk janë kompetent dhe nuk duan të zgjidhin plan. Çdo qytet duhet të ketë plan. Edhe plani ku pengon kanalin duhet prishet. Pa asnjë lloj miku kush është. Dhe shtëpia ime po tjetë, duhet prishet. Duhet kemi vizion të qartë dhe të pastër ku do ta çojmë Shqipërinë. Prandaj që vizioni jon është që Shqipëria të jetë në maja. Shqipëria të jetë në maja duhet punuar fort. Ne kemi mundësinë, fuqinë dhe të jemi dispozicion për popullatën shqiptare të punojmë shumë fort për të realizuar këto projekte madhështore. Durrësi ka hidrovor. E dini sa ndodhet për Durrës? Ka një hidrovor të vogël. Ka një hidrovor i cili nuk ka vajtë ku do të shkonte, por ka vajtë diku më tutje, për shumë arsye. Jo. Durrësi duhet të ketë planin në Gjodet, ku duhet të shkojnë hidrovore dhe të ketë 2 hidrovore dhe 3. Se është një qytet i dytë mbas Tiranës. Është e pafalshme të përmbytet një qytet i dytë mes të fushës. Po ne e dim shumë mirë që është në nivelin e detit, Durrësi. Atëherë kur e di që ky qytet është në nivelin e detit, do të lësh fajin shiut? Jo. Ti do marrësh masa sikur shiu më i madh do bie për një javë, për 15 ditë. Dhe qyteti mos të mbytet, jo të bie një orë. Kjo do të jetë qeveria. Dhe ministria jon do ketë këto kushte të garta. Të punojë për popullatën shqiptare. Do marrin masa që kur të bie shi për 15 ditë dhe mos të përmbytet asnjë qytet. Jo Durrësi. Do jemi për të gjitha qytetet një lloj. Kjo do të thotë garanci, kjo do të thotë siguri dhe kjo do të thotë mirëqenie për popullatën tonë shqiptare. A keni ndonjë mesazh? Mesazhe kam pafund. Jam me fat që gjendem në këtë mundësi historike ku punohet dhe po punohet fort për një Shqipëri natyrore të arrijë në 60.000 kilometra dhe jo 28 që kemi sot apo 29. Do donja që realisht kam bërë thirrje dhe bëj thirrje me shpirt. Dera e Shpresës Kombit e Partisë Shpresa Demokrate është e hapur, stafi është përdiktu të na afrohen intelektualët. Intelektualët duhen për të bërë një Shqipëri më të mirë. Duhen për të bërë një Shqipëri që të mos përmbytet. Duhet për të bërë një Shqipëri të eksportojë energji, çdo gjë. I ka mundësi Shqipëria. Shqipëria është një vend i bekuar nga Perëndia, por i mallkuar nga njerëzia. Ja pra erdhi koha që kjo Shqipëri të kthehet në duart ku i takon. Shqipëria të ecë përpara në maja dhe do ecë. Unë këtu do gjej dhe rastin
të falenderoj dhe të uroj të gjithë shqiptarët, kudo që janë në botë, gëzuar këtë vit të bekuar 2026. Viti 2026 është viti i shqiptarëve, ku do bashkohen gjithë bashkë. Shqipëria do bëhet më e mirë. Faleminderit të gjithë. Me respekt Rakopaja. Zoti sekretar, falenderoj për intervistën. Faleminderit. Të dashur shikues, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.